siç po kthehen ata që vendosin kthehen dhe nuk janë të shkënjur, përkundrazi janë të lehtësuar. Ktheu. Kur e more pushtetin kërkove tepsin, ikën 4 vite, pastaj kërkove timonin, ikën dhe 4 të tjera. Tani ç'a kërkon? Mos po kërkon noc rrokun, atë do e marrësh. Se bufin e argjënd është i bukur, ju jeni buf okej, kuptova. Tani, me që se ja u kanë thënë, mos e cysni nocin. Mos e cysni nocin se sa më shumë e cysni, aq më shumë do t'ju dhëmbi 11 maj. Mos e cysni se do dini shumë të trishtuar nga 11 maj. Lëreni procesin bëjt vetën, ju keni të drejtën të mendoni ashtu siç mendoni, mbrapsht po është drejta juaj. Keni të drejtën të ndroni, keni të drejtën të imagjinoni se në 11 maj do keni popullin me vete, gjë që s'ju ndodh për shumë arsye që janë shumë të thjeshta, fare, po për një arsye shumë të madhe se ju me popullin dhe shumicën e popullit shqiptar nuk keni përputhje në mënyrën se si shikoni gjërat dhe si kuptoni gjërat, sepse populli shqiptar nuk kthehet më mbrapa. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe prisni, duroni 30 ditë.